djath natyral apo me 20 ja testi që duhet të bëni për të larguar dilemën. Për të provuar nëse djathi që blini është ose jo natyral, përdoreni duke hedhur mbi të 2-3 pika dhe në sipërfaqen e djathit. Nëse hidhni jod e rrëshohet shumë, atëherë do të thotë se djathi është përgatitur në sasi të lartë të 20 citon edhe me tro. Duke qenë se djathi është një produkt shumë i pranishëm në tavolinën tuaj, atëherë sigurisht që duhet i kushtoni më shumë rëndësi edhe nëse është natyral ose i bërë me shumë 20. Djathi është një nga ushqimet me më shumë vlera dhe një burim i mirë i proteinës, kalciumit, vitaminave dhe mineraleve. Përveç se është një paketë me vlera, djathi shpesh është shmangur, por për shkak të yndyrës së tepërt që përmban, që mund të variojë nga 50 deri në 85%, sidomos që është mascarpone, i cili është i bërë nga kremi, rreth 35% në tipin cheddar dhe 5 deri në 10% të djathit ricota. Në ditët e sotme, disa djathra bëhen nga qumshti pa yndyrë dhe me etiketa ku shkruhet djath me yndyrë të reduktuar.